Ministria e Drejtësisë planifikon që projektligjin për Byron Shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme ta procedojë për shqyrtim në kuvend në fund të këtij muaji. Sipas agjendës legjislative, gjatë marsit kuvendit parashihet i dorëzohet edhe projektligji për protokollin e shtetit dhe projekt kodi i procedurës civile. Kurse në prill, projektligji për masat e përkohshme të produkteve themelore në rast të krizave ekonomike. Kuvendi nuk mund ta shqyrtoj asnjërin prej akteve ligjore të përmendura, me që është aktive masa e përkohshme e gjykatës kushtetuese ndaj dekretit të presidentes së Kosovës për shpërndarje të kuvendit. Sipas Naim Jakajt nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, nëse kushtetuesja konfirmon dekretin e presidentes, do të vonohen edhe më shumë këto dhe ligje të tjera që kanë rëndësi për qytetarët. Ligji për lurat mesdhetare, ligji për banimin social dhe të përballueshëm, legjislatori tjetër që rrjedh nga fusha e marrëdhënies së punës, ligji i punës, ligji për sigurinë dhe shëndetin në punë, ligji për inspektoratin qendror të punës, disa ligje të tjera të rëndësishme nga aspekti financiar, veçanërisht nga aspekti i tatimit të pronës, do të jenë ligje të cilat nuk do të mund të miratohen në rast se dekreti shpallet kushtetues dhe ne shkojmë në zgjedhje. Në të kundërtën, kuvendarët do të kenë kohë që së paku ta shqyrtojnë një pjesë të këtyre ligjeve në rast se nuk arrihen ndonjë marrëveshje për presidentin. Atëherë kuvendi do të ketë mundësinë që së paku edhe 60 ditë të tjera që të performojë dhe të miratoj disa prej këtyre ligjeve. Ndoshta nuk do të mundet të gjitha, por disa prej tyre. Në total, agjenda legjislative e ekzekutivit përbëhet nga më shumë se 170 ligje dhe marrëveshje ndërkombëtare. Madje për këtë vit është paraparë të procedohet për kuvend edhe projekt kodi civil, që pati dështuar të kalojë në legjislaturën e 8. Ndërsa në nëntor, edhe projekt ligji për Komisionin e Pavarur të Mediave, që ishte hedhur poshtë nga gjykata kushtetuese, pasi ishte miratuar në vitin 2024. Mendoj se qytetarët po dëmtohen dhe po prekin nga papërgjegjësia e partive politike dhe liderëve të tyre kapriços, të cilët në radhë të parë kanë interesat politike. Ministria e Drejtësisë dhe ajo e punëve të jashtme kanë më së shumti ligje të planifikuara për procedim në kuvend për periudhën 2026-2028.